salatu wa salamu ala Muhammedu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Of deze wasitje falenderojmë Allahu subhanahu wa ta'ala Zotin e botrave, I cili na I bëri të mundur të flasim pak në pjesën e parë të ligjëratës me temën e rregullave dhe vlerës dobis të ditës të Xuma. Elusim Allahun xhalla xhelalu të çojë salavatin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndiqin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shkurtimisht pjesën e dytë të vëllezërit të nderuar, një temë tjetër e cila ka të bëjë me ndihmimin e muslimanëve. E kemi detyrë vëllezër që ta ndihmojmë dhe ta duam njëri tjetrin. Sepse është një hadith I bukur I profetit alayhi salatu wasalam kur thotë Allahu është në ndihmë të robit të tij përderisa njeriu muslimani është në ndihmë të vëllait të vet. E kemi detyrë vëllezër ta duam dhe ta respektojmë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin subhanallahu. Ai themi vetes musliman. Po, atëherë kur ti themi vetes musliman, do të vinë dhe diçka që kemi detyrime ndaj vëllezërve, ndaj njëri tjetrit të vëllezër. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një hadith kutsi, kur I thot robit të tij në ditën e gjykimit, o robi im, unë kisha nevojë për ushqim dhe ti nuk më dhe. Do t'i thot robi, o Zoti im, unë e di që ti nuk ke nevojë për ushqim, sepse ti je furnizuesi jon dhe e gjithësisë. Thot Allahu, o robi im, kur vëllai jot, robi im, të erdhi dhe të kërkovi diçka për të ngrënë dhe ti nuk I dhe atij. O robi im, unë kisha nevojë që të më jep një ujë dhe ti nuk më dhe. Thot robi, o Zoti im, në di që ti je furnizuesi jon, na furnizon me shi dhe me ujë të pishën dhe nuk ke nevojë për ujë. Thot o robi im, kur të ardhi vëllai jot dhe robi im dhe të kërkovi të jepje ujë dhe ti atij nuk I dhe. Dhe vazhdon hadithi deri në fund të vëllezër të nderuar. Pra shikoje, jo se ka nevojë Allahu subhanahu wa ta'ala për të ushqyer, apo për t'i dhënë ujë, apo për ta veshmbatur, por na tregon Allahu xhelle xhelalu që duhet të jemi në ndihmë të njëri tjetrit, që Allahu xhelle xhelalu të na ndihmojë neve o طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب